procedurial. Tani, me pak fjalë, mund të tregosh ti ke informacione shumë detajuara, mund të tregosh çka ka ndodhur atje në sallën e gjyqit, se ne dakord, domethënë kemi dëgjuar këto ditë, por çka ka ndodhur domethënë në detaje? Atëherë, bëhet fjalë për një proces, ishin arrestuar rreth 14 persona, dhe bësh fjalë për masën për kalimin e çështjes në gjyq, masën e sigurimit, po më duket për kalimin e çështjes. Gjithmonë prokuroria e Elbasanit. Prokuroria e Elbasanit. Dhe ndërta ishte edhe kolegu, një mbrojtës i njërit prej tyre, ishte Ulian Barajan. Avokat. Është ngritur në sallën e gjyqit. Masë e sigurisë po shqyrtoi? Apo procesi, kishte filluar procesi? Mos gaboj kalimi i çështjes për në gjyq, po masa e sigurisë. Dhe pasi është dëgjuar prokurori, avokatët një nga një kanë dhënë shpjegimet e tyre. Avokati Bajramaj ka debatuar lidhur me provat. Kjo është detyra jonë, të debatojmë në lidhje me provat. Po s'bëre këtë si me avokat pastaj? Ai ka konstatuar se disa prova kanë qenë të manipuluara. Dhe për këtë ka bërë me dije gjykatën. Dhe ka thënë, ndër të tjera, se lidhur me këto provat, të cilat janë të falsifikuara, unë do t'i drejtohem me kallëzim prokurorisë, me kallëzim kundër prokurorit dhe oficerit policisë gjyqësore, prokurorisë do të bëj kallëzim për këtë. Ky debat nuk është lejuar të vazhdoj nga ana e gjykatës. Gjykatëse. Është zonjë, kush është? Zonjë, një me mbiemrin Strakosha. Gjyqtarja duke mos e menaxhuar dot procesin. Her pas here, edhe në videon që është tashmë në të gjitha mediat, her pas here tenton t'i presi fjalën avokatit. Gjë që nuk është nuk është normale. Fakti që avokati debaton për provat, ti nuk ke pse të mos e dëgjosh ata avokat. Në fund ti merr vendimin që... A ka thënë avokati fjalë që ka te kaluar normalitetin? Absolutisht jo, por është marr, ose jo keq kuptuar, por me dashje, madomendja është marr si presion, fjala që me ty unë do të merrem personalisht me prokurorin dhe me oficerin e policisë gjyqësore. Personalisht jo do të thotë që unë do të merrem me ty, do të bëj kallëzim. Por fjalia vazhdon dhe thotë do të merrem personalisht, do bëj kallëzim. Çfarë të keqe ka këtu? Çfarë kanosje ka këtu? Jo, këtu s'ka kanosje. Dhe në fund të fundit, edhe ligja e përcakton se çfarë është kanosja. Kanosja bëhet kanosje për vrasje, bëhet kanosje për plagosje, po jo kanosje se unë do të... Jo, pa i nuk sa do merrem personalisht me ty kur dalim mbaroj seanca, ai tha do merrem me ty, do denoncoj ty, kështu ka kuptuar. Pikërisht pa. A është kështu? Dhe kështu është. Dhe kështu është. Që unë do merrem me ty me idenë që do të padis. Patjetër dhe ka pas shumë të drejtë që të merrej me prokurorin. Po? Në rast se ka qenë vërtet. Prokurori është shprehur edhe në sallë gjyqi që unë do të arrestoj. Dhe më pas ka mbaruar procesi, e kanë thirrur në polici, e kanë mbajtur disa orë, ka ikur, ka ardhur në Tiranë, kanë ardhur në Tiranë, e kanë arrestuar dhe e kanë çuar tek 300, jo ke 302, por tek paraburgimi. Kundër një deri Pardie pastaj edhe mbi presionin që bëri dhoma e avokatisë Shqipërisë, e nxorën. Tani, ti e duke thënë që fal këtij presioni u lirua? Presioni. Vetëm nuk lirua? Absolutisht. Po ç'është kjo mos i mundon kjo në 2025? Dhe kjo është aq e vërtetë sa edhe sot. Po? Çështja nuk është pushuar. Nuk është pushuar? Por është transferuar
në gjykatën në prokurorinë e Tiranës. Po, për efekt që është prokuror atje. Ka konflikt interesi. Nga Elbasani Tiranë. Po, që shumë mirë, drejtuesi prokurorisë mund ta kishte pushuar që atje, sepse nuk ka vepër penale. Jo, drejtuesi prokurorisë nuk e pushon më atë, se prokuroria nuk është më piramidale. Ja, mirë, nuk është më piramidale, por prokuroria e gatshme që ka qenë aty mund ta pushonte direkt. Tani, zoti Doja, do të thënë sipas te pse ndodhi kjo, do të thënë ka një kështu, do të thënë që është burg, dhe kur arrin që edhe avokati burg, kthej burg. Çfarë është kjo? Ç'a po ndodh? Shiko, këtu ka që pas drejtësisë të re, ka filluar një fenomen për çdo gjë bëhet si thot prokurori. Në rast se prokurori kërkon arrest me burg, janë të rrallë gjyqtarët që vendosin ndryshe. Kur them janë të rrallë, gjyqtarët e rinj nuk bëhet fjalë, që bëjnë siç thot prokurori. Dhe kjo është një frym që madomendja është ngulitur që në shkollën e magjistraturës. Si e ngulitur atje? Se atje drejtori i shkollës së magjistraturës është një emër i njohur i drejtësisë shqiptare, Erben Akipi. Tani Erben Akipi nuk më mendjen se ka qenë dhe gjykatës dhe prokuror. Shiko, unë nuk mund të flas me emra, sepse Erben Akipi është drejtor aty, jo më fal. Por ata që japin leksione, ata që janë përgjegjës tamam në mësimdhënie, kanë futur një frym shumë të gabuar tek studentët. Jo, ata mund ta fusin frym, ata vendos gjykatësi, zoti Doja. Po prapa, gjyqtarët e rinj janë ata që dalin nga dhe ata janë të nënshtruar nga prokuroria, thoti? Gjyqtarët? Po. Janë të nënshtruar nga prokuroria. Po pse? Prokuroria sot tamam është duke krijuar atë që quhet Republikë e Prokurorëve. Po pra se më morën gratë. Do thënë, ti, tani, një emër i njohur në avokati dhe në drejtësi, po e perifrazon këtë siç e ka perifrazuar kryeministri Rama, që ka thënë, jemi Republikë e Prokurorëve. Drejtësia. Po. Jemi në Republikë Prokurorësh? Është duke u krijuar. Tani mandaj këtë zotë. Jo. Tani mandaj këtë. Pse e thua në fillim po? Nuk është e konsoliduar, këtë ta them me ashtu, por jemi drejt asaj rruge. Po shkohet drejt asaj rruge. Po shkohet drejt Republikës së Prokurorëve? Të prokurorëve. Po si ndalet kjo tani? Pse ndodh njerë? Kjo ndodh sepse gjyqtarët nuk e dinë rolin akoma, nuk janë të vetëdijshëm për rolin që kanë në një proces gjyqësor. Janë ata që vendosin. Mirë po, edhe ligjet janë bërë në mënyrë të tillë që prokurori e vën një çik sipër gjykatës. Siç ka qenë në kohën time që në kohën do të ti thua para 90-s. Para 90-s. Kishe etus. I njëjti fenomen po ndodh. A ti je duke thënë që do të thënë prokuroria po kthehet si para 90-s? Si fuqi plot? Po. Ua. Po si etusia e para 90-s. Do të thënë prokuroria sot si etusia e para 90-s. Ua. Pra, çfarë thot prokuroria ajo bëhet. Dhe kjo, do më po e qonë drejtësinë në një rrugë shumë të tani, ka raste tjera që të bëj pasaj pyetjen si zgjidhet kjo, po ka raste tjera që ti edhe nga përvoja jote, edhe kolegëve tu që të më thosh, ky është arrestim, po kemi dhe këtë ngjarje që është me të vërtet për të dhënë alarmin. Shiko, ka një sër ngjarjesh. Po mund të thosh disa çështjesh. Nuk mundet në një emision televiziv të përmend çështje konkrete, sepse... Po jo, 2-3 që kanë ndodhur me avokatët flasë. Shiko, me avokatët nuk është se ndodh në një ashtu. Avokati vetë kërkon... Po është kështu, shpërfilla nuk i trajton të barabartë. Absolutisht, ja. Nuk i trajton të barabartë. Jo, por nuk... Shiko këtu. Prokurori asnjëherë nuk është trajtuar i barabartë me avokatin në sallën e gjyqit. Po si është trajtuar? Me status veçantë. Do japin vetë gjykata i trajton
komplet ndryshe. Shiko, gjyqtari me avokatin, me prokurorin, për para seancës, mund të rinë bashkë, të flasin, të bëjnë. Avokati jo. Nuk mund të ri avokatin me gjyqtarin, që ka çështjen. Po pse prokurori ri? Kurse prokurori ri, sepse është faj i gjykatës. Ai s'duhet të afroj as prokurorin, as avokatin. Se punë e arbitrit në fushën e lojës. Ti arbitër. Unë që aty e shikoj që njanë shpërinë e gjykatës. Mënyra si më trajton mua si avokat, mënyra si më diferencon mua nga prokurori, dhe kjo është gabim. Pra, një prokuror mund të trokasin në zyrën e çdo gjyqtari. Unë si avokat jo. Kjo nuk është e drejtë. Pa është normale që ti të trokasin në zyrën e gjyqtarit? Nuk është normale. Por ama as prokurorit mos vetë trokasin. Atëherë mos e kërkoj. Sepse jo, unë se kërkoj. Se ti se kërkon? Unë nuk e kërkoj. Prokurori pse kërkon? Prokurori sepse vete diskuton çështjen përpara dhe thotë duhet bërë kështu. Po, unë kam këtë mendim dhe do bëhet. Kjo është skandaloze. Sepse Ore tani, si do zgjidhet kjo një se, okej, kjo po merr rrugë kjo e këtij Bajramit. Në rast se nuk futet fryma në gjykat, është gjykata ajo që menaxhon procesin. Po si ta futësh frymën ti? Si futet fryma? Kjo duhet bërë edhe nëpërmjet vetë shkollës magjistraturës. Po çfarë mësojnë ata atje? Çfarë mësojnë, ata përsërisin ato që kanë mësuar në fakultet. Je sigurt kjo? Kjo është shumë e sigurt dhe bëjnë një vit praktik në prokurori, në gjykat, e tjera. Pra,